Sot jam këtu me artistët e mirënjohur, me shkodrën elektronike, më të mirët e trojeve shqiptare. Publiku i Kosovës na ka demonstru një mirëpritje për shkodrën elektronike, pse herën e parë që kena bërë koncert këtu me shumë i madh për ne. Sot jam këtu me artistët e mirënjohur, me shkodrën elektronike, më të mirët e trojeve shqiptare që na kanë nalësu vendin, na kanë nalësu shqiptarin me performancën e tyre fenomenale në Eurovision, e tash që po vazhdojnë edhe me kriju një brand të ri, një brand autokton me e thirr, një brand që ndërlidh të vjetrën me të ren. Për këtë arsye ne i kemi në Prishtinë për nder të ditës së çlirimit të kryeqytetit dhe të Kosovës. Na kanë nderuar me prezencën e tyre dhe sonte do të jetë një koncert i mrekullueshëm. Publiku i Kosovës na ka demonstru një mirëpritje për shkodrën elektronike, pse herën e parë që kena bërë koncert këtu para 2-3 vjetëve te Soma Book Station, lokali është mush plot, është lokal i vogël, po na nuk kena prit fort njerëz, për që nuk kishim bërë as fort reklam, po çanolli që e mbrëmje që fantastike, edhe për mu personalisht ke një mbrëmje ku unë, e niva vetë një fije më të fort për ç'a bëj, për ç'a të jetu në Itali ka herë këtë afërsinë nuk e njën për javër, se në rrjetet sociale nuk i shef njerëz në sy, aty kemi pa njerëz në sy, edhe ka një emocion fantastik. Shpresoj që edhe sonde ka me ka një fest për të tonë e bukur. Është më e madh për ne me kanë këtë ditë kaq të veçantë për Prishtinën e për Kosovën. Është më shumë i madh për ne. Është koncerti i parë që shkodra elektronike e mban mas Eurovizionit, kështu që është një koncert ekskluziv të cilin me kënaqësinë më të madhe kam pranuar me mbajt këtu në Prishtinë. Dua të falenderoj gjithashtu kryetarin Rama për mirënjohjen, për rineshën në front dhe për këtë pritje të ngrohtë, por mbi të gjitha dua t'i ftoj të gjithë publikun e Prishtinës, por dhe mbarë Kosovës që të na bashkangjitet ashtu siç ka pas edhe reagime shumë pozitive në media sociale, ashtu të na bashkangjiten sonte prej orës 8, sepse do të jetë një natë e festës, e kulturës.